Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka bërë një thirrje publike urgjente për ndalimin e menjëhershëm të lëvizjes, shitjes dhe blerjes së kafshëve të llojit dhënë dhe dhi në të gjithë territorin e Shqipërisë. Ky vendim vjen pas konstatimit të disa rasteve të shkeljeve të detyrimeve ligjore që lidhen me qarkullimin e kafshëve, të cilat janë referuar pranë organeve kompetente të ndjekjes penale. Sipas njoftimit zyrtar, ndalohen rreptësisht lëvizja e kafshëve nga një fermë në tjetrën, shitja e dhëmbëve dhe dhive, blerja e dhëmbëve dhe dhive në çdo zonë të vendit. E vetmja lëvizje e lejuar është ajo për qëllime therrjeje në thertore të licencuara, dhe vetëm nëse kafshët janë të pajisura me certifikat shëndetësore veterinare, e lëshuar nga veterineri zyrtar i shërbimit. Ministria bën thirrje për bashkëpunim nga të gjithë aktorët e sektorit blegtoral, me qëllim parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive që rrezikojnë seriozisht tufat dhe ekonominë blegtorale të vendit. Fermer, mos rrezikoni tufën tuaj. Tregtar, mos rrezikoni ekonominë blegtorale të Shqipërisë. Mbrojmë tufat tona, mbrojmë të ardhmen blegtorale të vendit, përfundon thirrja e ministrisë.